Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot më kërkuan baklava dhe unë i përgatita një nga mënyrat më të thjeshta, më të shpejta. Nuk e keni idenë, do ju marrin vetëm 5 minuta kohë. Fillimisht do filloj me shërbetin. Kam shtuar 400 ml ujë, 500 gram sheqer. Masa e sheqerit varet se sa të ëmbël e doni, por nëse përgatisim baklava nuk ka kuptim, ose do bëhet me shërbet ose nuk do bëhet fare, pasi ndryshe nuk realizohet ashtu siç duhet. Kam shtuar 2 feta portokall, 2 feta të vogla limoni dhe 2 shkopa kanelle. Nëse dëshironi mund të shtoni pak edhe karafil kokër, unë harrova dhe kështu që mungon. Por nëse pëlqeni mund ta shtoni. E vendosim të ziej. Shërbeti do të ziej 10-15 minuta që nga momenti që fillon të ziej. Ndërkohë do na duhen 2 pet sfoljat, të cilat këto që kam përdorur ishin 750 gram, por unë kam përdorur rreth 500 gram pasi ishin të mëdha dhe unë i hapa dhe i preva sipas madhësisë dhe formës të tepsisë që kisha. Për siguri unë vendosa një letër pjekje poshtë, pasi mendova se mos ndoshta do më ngjisin, por në fakt nuk ngjisnin as pak, kështu që nëse nuk ju gjendet mos e vendosni letrën, pasi do ju marr pak mundim për ta hequr pas pjekjes. Ndërkohë do përziejmë 200 gram arra dhe 2-3 lugë sheqer. Do t'i përziejmë mirë dhe do t'i vendosim në tavë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë. Siç e shihni, i vendosim të gjitha arrat. Nëse nuk e preferoni arrat ose nuk ju gjendet, mund ta bëni me bajame, me lajthi, me fistik. Unë në fakt do doja shumë ta bëja me fistik, por parë që nuk më mjaftonin dhe i përgatita me arra. Gjithashtu kam shkryer 200 gram gjalp, gjysmën e masës e kam vendosur tani dhe gjysmën e kam ruajtur për në fund. Pasi kemi vendosur masën e gjalpit, do shtojmë edhe petën tjetër. Do ta vendosim me kujdes dhe me ndihmën e një luge do t'i mbyllim anësoret. Ja kështu. E mira është që të gjeni pet sfoljat që të jenë të mira, pasi janë disa që pas pjekjes bëhen si qese plasmasi dhe nuk kanë as shije dhe as gjë. Këto që kam përdorur unë ishin vërtet shumë të mira, janë vërtet shumë të mira, pasi kur përdor ndonjë ëmbëlsirë marr gjithmonë të njëjtat. Pasi kemi vendosur dhe petën e dytë, e presim, mund t'i jepni formën sipas dëshirës. Unë zgjodha mënyrën më të thjeshtë të prerjes. Këtu duhet pak kujdes, pasi gjatë prerjes mund të dalin arrat ose mund të lëviz peta, por mund ta mbani pak me duar dhe ta prisni me kujdes. Pasi e kemi prerë, do shtojmë edhe pjesën tjetër të gjalpit. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani atë në koment. Gjithashtu përfitoj nga rasti për t'ju falenderuar të gjithë ju për mbështetjen, për like, për komentet, për shpërndarjet që i bëni recetave të mia. Nuk e keni idenë se sa mbështetje madhe është dhe se sa motivuese janë për mua për të vazhduar më tej. Është gati, e pjekim në 150 gradë në furrë të parangrohur. Mua më mori rreth 1 orë, por pjekja është gjithmonë në varësi të sobës që ju keni. Mori këtë ngjyrën e bukur, në me thënë drejtën, që mezi po prisja ta nxirja nga furra dhe ta shërbetosja. Pasi e hoqja nga furra, i largova letrën e pjekjes me kujdes që të mos prisheshe forma dhe më pas e kam shërbetosur. Shërbeti duhet i ftohtë dhe baklavaja e ngrohtë. E hedhim shërbetin dal nga dal dhe pak e nga pak. E lëm pak orë në mënyrë që të përthith plotësisht shërbetin dhe më pas e keni gati për ta konsumuar. Është ideale nëse ju duhet një ëmbëlsirë e shpejtë, sidomos nëse ju duhet një baklava, që baklavaja tradicionale do 1 ditë
punë që të bëhet e gjitha si proces. Provojeni dhe do më kujtoni. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni.